Projekti I fundit quhet Be a Man Once. Është një projekt cilën e kom punu bashkë me Rodnilin, cili është një ekip I Manis. Vijën melodike e kom punu së bashku me Arianit Palaj, që e ka shkujt edhe tekstit si Shumë qef, Time Out. Tekstin e ka shkujt aj, vijën melodike kime bo bashk, klipin kena vendos me bo vetë së bashku me Valon Azirin edhe Arton Humollin, kena bashkëpunu bashk, s'ka marrë shumë kohë, kemi kry gjirimet për një ditë, se me fokusu në detalje. Unë prej që jo marrë dhe në Kosovë, po tash edhe në Suidi, e njën muhabetit e femnave, qëfar kritika kam për me shkujt kur dalin me ta, më njoftu me ta, ose kanë kalu një kohë me ta bashk. Dhe vendosëm me bo një këngë ku të shprena unë në vend atyre femra cilën e kanë kritiku me shkujt që e kanë një ego shumë të fortë edhe të madhe, po s'kanë vetë besim edhe qysh I thonë Be a Man Once. Klipi është gjysëm bardhëzi, s'kisha thonë që është një klip veror, është një klip që mundesh me lancu edhe dimrit, është një klip ma hip-hop, zhandrit hip-hop, si që është edhe kënga. Klipin e kena realizu në Prishtinë, po, në studio të Arton Humollit. Ka me kalu shumë kohë e ki me kujtu momente që me mu e ki pas. E kur t'vjen ky moment nuk kisha pas qef as një lot ty me dal. Be a man once, be a man once, be a man. Be a man once, be a man once, be a man once.